Dy lajme fantastike vijnë për Silvinjot dhe kontaren shqiptare në një moment kyç të sezonit. Armando Broja dhe Ernest Muçi kanë dhënë sinjale shumë pozitive me paraqitjet e tyre dhe golat, duke i buzëqeshur stafit teknik dhe tifozëve shqiptar. Pas një periudhe të vështirë të kushtuar nga dëmtimet dhe mungesa e vazhdimësisë, Armando Broja më në fund ka gjetur rrugën e rrjetës. Sulmuesi shqiptar ka shënuar golin e tij të parë të sezonit në një moment të shumë pritur që përfaqëson jo vetëm ish-lirin personal, por edhe një rrethim të rëndësishëm për kontaren tonë. Goli i Brojës konfirmon se sulmuesi po rifiton gradualisht formën fizike dhe besimin, dy elementë thelbësor për skemat e Silvinjos. Paralelisht, Ernest Muçi po vijon të shkëlqejë në Turqi. Fantazisti kuqezi po përjeton një periudhë shumë pozitive me fanellën e Trabzonsporit, duke shënuar sërish dhe duke shndruar në një nga elementët kryesorë të skuadrës së tij. 7 gola dhe një asist në 5 ndeshjet e fundit tregon rritjen e vazhdueshme të Muçit, i cili po fiton një rol protagonisti në kampionatin turk. Për Silvinjon këto zhvillime janë një dhuratë e çmuar. Të kesh një Brojë që rikthehet te goli dhe një Muçi që shënon rregullisht, do të thotë më shumë alternativa, më shumë konkurrencë dhe mbi të gjitha më shumë besim në sfidat që e presin Shqipërinë në play-offin e Kupës së Botës.